prift. Eksakt, tu qëndron edhe ajo madhështia dhe misteri e këtij realiteti. E thash përpara, duhet të largojmë atë paragjykimin ku kemi një ndasi mes hyjnores dhe njerëzores. Në fakt, tu qëndron edhe revolucioni që krishterimi i sjall botës. Sepse nëse i referomi para ardhjes Krishtit, botën greke, botën pagane, romake, të gjithat filozofinë e feve që karakterizoi për para ardhjes Krishtit, kishte një diferencë shumë të madhe mes dimensionit hyjnor, hyjnit Zotit që qëndronte atje i shkputur, dhe njeriu që merrej me punë të zakonshme. Në fakt, Krishti në personin e vet mishron në mënyrë unikale këto dy realitete. Ne besojmë që Krishti është njeri i vërtet edhe Zot i vërtet. Dhe automatikisht të jesh meshtar, të jesh prifsot, do të thotë që në jetën e përditshme të mishrosh e tjetosh në radhë parë për vete, por edhe për të tjerët, pajtimin e këtij dimensioni hyjnor, për cilin njeriu është i thirrur, por edhe demonstrimin i një humaniteti, një njerëzie të vërtet, e cila është në paqe me të vërtetën absolute që ka gjetë dhe ka përqafu. Për mu personalisht, të qenurit prejf nuk e thjesht një zgjadhje, si shpeshar thojë një zgjadhje personale, ose profesionale. Sigurisht, është një zgjadhje personale ndaj një të vërtete, në një të vërtete absolute. Ky kërkim imi personalisht ka gjetë kulmin në personin e Krishtit. Dhe këtë vërtet, unë përpiqem ta jetoj çdo ditë e çdo moment. Si e gjetët thirrjen tuaj për t'u bërë prift? Si e kam gjetë thirrjen? Dëgjoj, në Shqipëri besoj jo vetëm unë, por gjithë meshtarët që jemi, që veprojmë në kishën katolike në vendin tonë, është e pamohueshme dhe pa mujtun që të mos ketë një frymëzim para atë çka ishte kisha katolike e shekullit kaluam, dëshmia e saj dhe rezistenca e saj. Në fakt, në vitin 1945, në Shqipëni për sistemit komunist filloi një masakrim i të gjithë klerikëve katolik. Por aq sa ishte... Jo vetëm katolik. Gjithëve, sigurisht i gjitha besimeve fetare, pa diskutim. Po në këtë rast po flas në raport me zgjedhjen time personale. Dhe aq sa ishte ky masakrim, do të thotë kjo prandjekje ndaj kishës katolike, ndaj klerikëve katolik në këtë rast, aq e madhe ishte edhe rezistenca atyne. Dhe mu personalisht njohja, kontakti, raporti, zbulimi këtyne figurave, ka shkaktuar brenda meje një frymëzim dhe një inspirim për atë çka në të vërtetë ato ishin dhe në mënyrë të veçantë për kauzën që ato përqafun. Për të vërtetën që ato zgjodhen për ta jetu dhe për ta mbrojtur deri në ditë të fundit të jetës. Këto ndoshta do të na duhet të rrinim me orë tëra për me shpjegue, për me pa profilet e jashtëzakonshme të këtyre personave. Lirin fenomenale që kishin brenda personit të tyre. Atë veprën e tyre madhështore që tregonte se si njeriu edhe në kushtet më të vështira të jetës arrin të ruajë atë lirin që është themeli bazë i dinjitetit njeriu. E kjo liri arrihet mu rujt vetëm kur njeriu zbulon e përqafon të vërtetën. Ato e kishin gjetë vërtetën, edhe nuk kishte asnjë diktaturë, asnjë përpjekje sadomizore qoftë që t'ju hiqte. Dhe në fakt njohja, zbulimi, raporti nëpërmjet librave, nëpërmjet dëshmive edhe familjare, edhe të vendit, unë vjen nga Shkodra, edhe as kërkosh ma mirë se sa në Shkodër nuk din për me dëshmu, nuk dëshmojnë për madhështinë e këtyre njerëzve,